Këtu pra nesh kemi Ministrin e Ekonomisë dhe Financave të Republikës Kosovës, Minister Ahmet Shala, Minister. Ju sot ishit në forumin për investimet në Kosovë, forumi 2010, është ky forumi i parë, po jo? Ambasada e Republikës së Kosovës në bashkëpunim me autoritetet amerikane ka organizuar këtë konferencë në të cilën neve së bashku me institucionet të rëndësishme të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe në bashkëpunim me një kompani e cila ka organizuar edhe një konferencë të tillë në Londër, kemi ftuar investitor potencial, investitor ekzistues në Kosovë dhe në region, që të shpalosim bashkërisht oportunitetet e investimeve në Kosovë dhe region. Këtu pa shumë investitorë të huaj, pa shumë njerëz që kanë të bëjnë me Kosovën, sidomos me ekonominë e Kosovës, që kanë ndikim edhe nga qeveria e Kosovës, po edhe investitorë të huaj që vërtet ishin njerëz e kërkuar në këtë fushë. Çka ju keni ofruar ju investitorëve sot? Po është një rast i mirë kur t'i ofrohen në qoftë ambienti i biznesit së pari, do të thotë natyrisht në çdo forum të tillë së pari autoritetet e atij vendi, në këtë rast Republikës Kosovës, pra kryeministra dhe zyrtarë të lartë të dikasterëve të caktuara kanë shpalosur së pari ambientin në të cilin bëhet biznes, pra ligjet, rregulativat e caktuara, licencat e caktuara. Gjitha këto janë shumë të rëndësishme për të bërë biznes në Kosovë dhe pastaj në prezentime në për sektor të caktuar, qofshin ata të investimeve në energjetik, në telekomunikacion, në transport, në arsim, në agrikulturë dhe natyrisht në plot aspekte tjera në sektorin e bankave dhe kështu secili duke mbuluar fushën e vet. Neve po përpiqemi që të bindim investitorët amerikanë, që të vinë dhe të investojnë në Kosovë, të shohin në Kosovën si vend të destinimit të tyre për investime, për të jetuar natyrisht pse jo. Dhe gjithsesi konsideroj që mbulueshmëria me një numër të saktuar investitorëve të cilët kanë qenë sot fizikisht prezent drejt për drejt apo përmes përfaqësuesve të tyre tregon që në Shtetet Bashkuara të Amerikës ekziston një interes. Neve do vazhdojmë të eksplorojmë këtë potencial dhe do bëjmë gjithçka që është mundur që t'i ofrojmë këtyre dhe gjithë investorëve anë kënd botës një ambient joshës në të cilën Kosova konsideron e meriton. Çfarë ju ofruan më konkretisht investitorët amerikanë, por edhe investitorët shqiptarë amerikanë? Unë shfrytëzoj rastin në një që t'i falenderoj gjithë shqiptarët që jetojnë këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, natyrisht të gjithë qytetarët tjerë të Republikës së Kosovës dhe të regionit që kanë kontribuar në që sot neve të kemi mundësi të bashkëbisedojmë për potencialet e zhvillimit ekonomik në Kosovë. Është merit e tyre që në koordinim me gjithë popullin e Kosovës dhe me gjithë popullin shqiptar kanë arritur që të ashirojnë Kosovën, ta bëjnë një shtet modern në të cilën të gjithë qytetarët do të ndjejnë veten të lirë. Dhe kjo ka qenë, konsideroj, një inspirim edhe për neve që të vinë këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës në një konferencë ambasadore të para këtu pas shpalljes së pavarësisë për të ofruar gjithë potencialet ekzistuese në Republikën e Kosovës. Investitorët të caktuar kanë shprehur interesimet e tyre, sidomos në sektorin e energjisë, në sektorin e transportit, në agrikulturë, dhe neve shpresojmë që kjo është vetëm një hap i parë. Ndërsa neve u ofrojmë të gjitha projektet të cilat janë në disponim, apo të gjitha projektet e mundshme që mund të vinë të ardhmen e që do të jenë të ofruara për treg në gjithë popullin. Jeni ministri që vini nga AKM-ja, jeni njeriu më me zë për privatizimin e Kosovës, njeriu më me eksperiencë dhe specialist në këtë fushë, jo vetëm ministër tash. Si qëndron tash procesi i privatizimit të PTK-s, të Kekut e shumë kompanive të rëndësishme në Kosovë? Proceset e caktuara ndodhin në momente të caktuara, varësisht nga rrethanave politike dhe juridike që ndodhin në vend apo në atë shtet konkretisht. Kosova ka kaluar në faza të veta të formimit të shtetit. Një proces i privatizimit që ka ndodhur në administrimin e Kombeve të Bashkuara ka qenë me specifikat e veta, me të gjitha të mirat dhe të këqijat.
por gjithsesi ka bërë të mundur një transformim të suksesshëm konsideroj të ndërmarrjeve jo eficiente në duart të sektorit privat. Natyrisht me mbase edhe dëshnime, por gjithsesi ka qenë një proces shumë i rëndësishëm edhe për vërtetimin e të qenit si shtet ose si shtet i jashtëm që tani u bë më 4 vjet. Tani duke qenë se jemi shtet i pavarur, ne edhe kemi dizajnuar politikat tona të pavarura për të transformuar ose futur sektorin privat në ato ndërmarrje publike, qofshin ato që nuk janë eficiente dhe që kërkojnë investime të larta të sektorit privat apo menaxhment modern, qoftë në ndërmarrjet publike që janë eficiente, por që vlera atyre më lart ka arritur pjekurin e vet dhe është momenti kur ato do të ishte më së miri që të jenë atraktive për investitorët dhe të transformohen ose të transferohen në një potencial që përmes parave të inkasuara nga shitja e tyre ose nga shitja e pjesëve të tyre të investohen ose realizohen projekte tjera të rëndësishme nacionale, siç është autostrada që lidhet Shqipërinë me Kosovën dhe me Gjërë, si dhe projekte tjera të rëndësisë sociale dhe ekonomike. Në fjalimin tuaj vrejta diçka, ju thatë se 2 viteve të fundit kanë ndryshuar ligjet, sidomos për taksat, për investitorët e huaj që vinë në Kosovë. A ma konkretisht, a mund në tregon se çka ka ndryshuar? E di që për të integruar në Evropë keni bërë ca ndryshime në Kosovë. Natyrisht, pas shpalljes së pavarësisë, pra që 2 vite më tepër, gjithë orientimi jonë ka qenë që të identifikojmë në një ligje të cilat nuk kanë qenë të mundura në administratën e UNMIK-ut jenë jetë, siç është ligji për transformimin e ndërmarrjeve publike apo ndërmarrjeve shtetërore, sepse nuk ishim ende shtet. Administrata ndërkombëtare kishte hezitim për të drejtuar këto ndërmarrje si mundësi për të futur sektori privat, pra ligji i ndërmarrjeve publike, ligji i partneritetit publiko-privat që jep të drejtën Republikës së Kosovës që të transferojë këto, të shes, të jep me koncesion këto ndërmarrje, gjithnjë me qëllim të zhvillimit të sektoreve dhe caktuara që mbulojnë këto ndërmarrje. Aspekte tjera të legjislacionit që janë shumë të rëndësishme për investitorët e huaj, por ashtu edhe të vendit, ka qenë faktikisht politika fiskale shumë jorse, qoftë për investitorët e vendit, qoftë e huaj. Një specifik që në fakt është shumë rëndësi për investitorët e huaj është që në ligjin e ri, me ligjet e reja në përgjithësi mund të them dividenda që mbledhet ka drejt riadresohet, ashtu si thuhet, pa limite në të vendet nga vinë investitorët dhe si e tillë konsideroj është bërë një progres karshi ligjeve përveçërisht rregullore ekonomike. Dhe një pyetje fundit shumë shkurt, situata krijuar në fund në institucionet e Kosovës a mund të ndikojnë në ndaljen e procesit të këtyre projekteve që i keni në realizimin e tyre? Natyrisht që kjo është një moment në të cilin mund të ketë një ngecje e përkohshme, nëse mund të them, derisa të stabilizohet qeveria, të stabilizohet të bëhen zgjedhjet. Jam shumë i sigurt që kushdo që të jetë në pushtet, ne besojmë natyrisht që së pari të jenë zgjedhje demokratike dhe të popullit të vlerësoj secilin në bazë të meritave. Dhe unë besoj që kjo qeveri ka bërë shumë për këtë vend dhe për këtë popull dhe për të ardhmen e tij dhe të vendit. Do të ketë në agjendën e vetë sigurisht zhvillimin ekonomik. Dhe në kuadër të zhvillimit ekonomik, transformimin e ekonomisë dhe hapjen e sa më shumë hapësirë për sektorin privat. Kështu që si të tillë nuk shoh ndonjë ndryshim të ardhmen dhe do të sigurojë investitorët e huaj dhe të vendit se Kosova po tregon pjekuri për të investuar, ka ligje mjaft moderne dhe nuk do të ketë këmbrapa, ka një perspektivë të jashtëzakonshme me rininë e vet, ka një potencial ende të pa eksploruar në resurset e veta natyrore dhe neve gjithçka do bëjmë të mundur që duke mbuluar me ligje moderne, me procedura të thjeshta, transparente dhe të shpejta të mundsojmë sektorit privat një ambient joshës dhe atraktiv për të investuar dhe natyrisht pse jo jetuar në Kosovë. Ministri Shada, faleminderit shumë për kohën tuaj dhe ju urojmë sukses. Faleminderit për